Të parë, kam qenë pro shkurjes në zgjedhje, sepse këto zgjedhje as kanë qenë fair, as kanë qenë demokratike, edhe kanë qenë shumë të kontaminuara. Prandaj, për të qëndrimeve edhe nashta politike të subjektit politik që e përfaqësoj, ndaj mendimin që edhe presidenti do duhet të zgjedhej pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve të reja? Zgjedhjeve, që ju e dini që... Mos po e merrni ju presidentin si PDK? Tani, unë... Po na befasojnë diku? Nuk ka pas vullnet të zgjidhej presidenti, ne e kemi pa, edhe zgjedhjet kanë përfunduar me 28 dhjetor, në sekondat e fundit, minutat shteska, është bani lojë politike se gjë po tentohet me zgjedh president, kur s'ka pas vota as numra për president, s'ka pas interesim më zgjedh presidenti, arsyet mund të dinë ata që kanë pas fuqinë politike me zgjedh. Unë kam qenë pjesë e kuvendit, kur me 29 deputet kanë zgjedh president si parti fituese, edhe me 37 deputet kanë zgjedh president si parti fituese, pra është më thashë që edhe me 34% ka zgjedh presidentin, po është bërë me marrëveshje politike, askush s'u t'ja imponoj as një deputeti për saktimin e tij në momentin se si do të votojë ai, edhe pse ka pas intenca që kjo të imponohet edhe duke tentuar me bëni proces të gjykata kushtetuese. Nuk shoh sinqeritet këtë proces, nuk besoj që do të ketë... Ka taktizim pa, ka kështu strategji lojë. Krejt loja tash është me mo përpjekje me alo fajin të tjerëve pse po shkojnë vendin në zgjedhje. Tash kjo është betejë politike deri me 28 prill, kush na ka alo fajin për me zgjedh presidentin, edhe pse tash është edhe një kusht test. Pra, është sikur në futboll si mas jena në